për ftesën. Falenderoj shumë për prezencën 6 ditë kohë për të gjetur një zgjidhje për presidentin sipas afatit kushtetues. Zgjidhje apo zgjedhje? Faleminderit për mundësinë edhe një herë. Atëherë, siç e thatë me të drejtë, jemi në ditët e fundit kur s'ka dhënë afati kushtetues si përcaktuar prej gjykatës kushtetuese dhe kjo është dita e hënë, dita e 27 prillit, kur kuvendi duhet ta zgjedhë presidentin e Republikës ose me automatizëm do të shpërndahet gjithmonë sipas vendimit të gjykatës. Dhe kësaj jemi në një dinamik të pazakontë sepse ne po bëjmë përpjekje maksimale që vendit t'i japim institucione siç e kemi dhënë me plebiscitin e 28 dhjetorit, përveç qeverisë kuvendit t'i japim edhe presidentin e Republikës në mënyrë që mandati të jetë i plot 4 vjeçar dhe mbi të gjitha kushtetues, dhe të vazhdojmë punët e mira për qytetarët e Republikës Kosovës, dhe ne si lëvizje vetëvendosje kemi bërë të ditur që nuk duam zgjedhje, por në rast të ngushtimit të gjitha mundësive dhe pa mundësisë eventuale për shkun zgjedhje për shkak të bërjes blok të partive opozitare, të mos lejimit të zgjedhjes së një presidenti dhe, siç është bërë tashmë e ditur, 2 partitë opozitare, PDK dhe LDK, i kanë shpallur të përfunduara diskutimet për presidentin e Republikës Kosovës dhe ne, pavarësisht ditëve të mbetura, që janë gjithsej 5, ne besojmë që Kosova sërish i duhet një president i Republikës, por megjithatë ne nuk mund t'i detyrojmë ata që në pamundësinë e tyre për të marrë vesh dhe në pamundësinë e tyre për të qenë vetvetja dhe për të arritur një konsensus të cilin e prodhon tavolina politike, sigurisht diskutimet kanë qenë intensive midis kryeministit Kurti dhe kryetarit të LDK-s Abdi Xhiku, por gjithsesi kontaktet kanë qenë të vazhdueshme edhe me kryetarin e PDK-s Hamza, të cilët kanë vendosur siç duket që ta dërgojnë vendin në zgjedhje. Ne jemi si mazhorancë solide me 66 deputet, por nuk i kemi edhe 14 sosh për ta zgjedhur presidentin, dhe ky numër prej 80, ndonse ne tradicionalisht kemi menduar dhe vazhdojmë të mendojmë që numri 80 për zgjedhjen e presidentit të Republikës mund të duket, po themi, pa drejt, por megjithatë gjykata kushtetuese dhe rendi normative përcakton një gjë të tillë. Ata duke mos qenë në mënyrë krejtësisht bazike vetvetja, çfarë po bëni ju? Si vetëvendosje? Ne po bëjmë